jote që veçullimin ti, besoj në ty besoj çdo ditë në ty. Hyj i gjithë pushtetshëm pas mëshirë për ne, na i falë të mëkatet tona e na përcjall në jetën e pasosur. Amen. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Vullneti i Zotit, dashur vëllezër e motra, është një i vetëm edhe i pamarueshëm. Ju garantoj dashur vëllezër e motra që nëse familjet tona do të jenë vatra dashnie, aq sa janë vatra drejtësie, shumë gjana do të ishin ndryshe. Nëse çdo i krishterë do të aplikojë në jetën e tij, në familjen e tij, ligjin e dashnisë, mi tokë nuk do të mete asnjë jo katolik, sepse kaq i artë e kaq i madh është Krishti. Një prej martirëve tonë, i cili u vra vetëm e vetëm se pagzoi fëmijën e 74-ën, do më shtjefin Kurti, tha një shprehje klasike: jam i kënaqur që po vdes pa faj. I fali edhe ato që do të qellojnë me mua, që do të më vrasin me mua, sepse Zotit të cilit i besoj nuk më ka mësuar tjetër përveç se me falë. Kjo është Krishti. O hyj gjithë pushtetshëm dhe jam shumë, ti që e shpallë kremturisht Krishtin për birin tanë të dashtun, kur u pagzu në lumin Jordan, nërsa mbi te zbriti shpirti shenjtë, ban që bijtë tu në shpirt, të rilindin me ujë dhe me shpirt shenjtë, të qëndrojnë gjithnjëherë ndashnin tame, në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tanë, që me ty jeton e mretnën, në bashkim me shpirtin shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Njëzuar para te jeri, flake shpirti digjet në qiri, dorën tënde pres në një bekim, falem Zoti, lavde hymne unë për ty këndoj, marr nga fryma jote të jetoj, Perëndi unë ty të adhuroj, veç të këti besoj. Nëse zërin e dëgjon, nëse zemrën e lexon, më bekoho Zot. Dhe kur emrin ty ta fshim, kur ta prishëm dhe shtëpin, ti na fale Zot, një mesazh nga qielli na dërgo. Forcën ti me gjej të këti, veç të këti unë gjej gëzim, je bariu im. Në paraj se jo në fer, kur të duash ti më shpjer, ti je Zotim. Një mesazh nga